Miq të Original Podcast, sot jemi në Lago di Garda. Jemi me një mik timin të vjetër. Jemi shok për shumë vitesh. Sot jemi dhe miq. Miq shtëpie ku i thon shqiptarët. Jemi me Kikon. Kiko është një djalë si gjithë shqiptarët tjerë, sepse këto podcastet e fundit përgjithsisht kanë qenë jashtë Shqipërisë dhe normalisht janë me emigrantë që kanë ardhur siç kanë ardhur shumica e shqiptarëve klandestin besoj apo jo Kiko? Jo, unë kam ardhur me dokumenta. Okej, po kanë moshë të vogël, domethënë nuk ka lindur në Itali edhe është rritur këto. Si gjithë tjerët ka historitë veta të jetës vet, arritjet e veta, por sot Kiko është 34 vjeç, nuk e di? Po, 34 vjeç, edhe është babai 2 fëmijëve dhe pret të bëhet me 3 fëmijë. Po. Por më tepër Kiko do na bëjë një prezantim edhe do ta marrim vesh historinë e Kikos me gjatë bisedës. Unë të falenderoj shumë për këtë që më ke ftu. Kam qenë, besoj, një nga të parë që të kam shkruar në Instagram kur ka qenë mundësia me fol, se çdo person ka në i gjë me tregu o në i gjë me thonë. Unë jam Kiko, kam ardhur në Itali që kam qenë 6 vjeç. Edhe kam ardhur me dokumenta se babi im ka ardhur para 4 viteve. Ne kena ardhur në 98-ën, babi ka ardhur në 94-ën. Edhe ka ardhur babi vetëm pa ne. Edhe pastaj ka bë dokumentat, ka pas një shtëpi ku mund vishim edhe ne. Edhe kështu kemi lënë çdo gjë atje edhe unë kam qenë shumë i vogël edhe këto gjonat nuk i kam kuptuar edhe ai shumë mirë, me thonë. Këto ndamja në Shqipëria. Kur kam bënë nënçimin e parë të podcastit që fillova edhe të ftoja njerëz domethënë për të marrë pjesë podcast, Kiko ka qenë njëri i parë që më ka shkruajt, sepse ai do ta tregoj dhe do ta shikoni edhe gjatë bisedës, ai ka një histori të tij që do ta ndaj me të tjerët, sepse ishte nga shumë minus, ka arrit sot të ketë një familje shumë të mirë dhe ai do vath parë nuk do të justifikohet sepse fundja fare se cili man përgjegjësi për veten e vet, por ai ka shprehur domethënë vullnetin dhe dëshirën më të madhe dhe synimin më të mirë për t'i treguar rrugën dikujt që mund të ketë kalu të njëjtat sfida, të njëjtat siklete. Ama duhet të saktësoj edhe diçka tjetër, ta themi që në fillim Kiko, sepse e kishte pak me merak Kiko që nuk është kritik për asnjë kjo lloj video, as për prindit, as për shoqërinë, as për vendin. Thjesht është një udhërrëfim që t'i tregojmë dikujt që ka kaluar siklete të tilla se si t'ia dal. Po, thjesht që kur ti ke këto probleme që të flasim ne, ta dish që nuk je vetëm në botë. Pikërisht. Ka një person tjetër, që ja ka kaluar para te. Nuk është vetëm një. Janë me mindra, me shumë persona që kanë këto lloj probleme. Edhe objektivi im nuk është këtu të vija dhe të flas mirë apo keq për familjen time, për shoqërinë time, për familjen time që kam kriju vetë. Po thjesht jam këtu që ta shohin gjithë të rit, sidomos në Shqipëri, se unë nuk jam rrit në Shqipëri, jam rrit këtu edhe normalisht mentaliteti ime është komplet ndryshe në një çun që ka ardhur në Itali, mund të themi 16 vjeç, 18, 20. Në moshë të pjekur. Kam ardhur që kujtimet e mia të para janë në Itali, nuk janë në Shqipëri. Na tregon një rrugtim tëndin, shkolla, ke shkolla në Shqipëri, jeta në Shqipëri, me pak fjalë, rrugtimi jot në Itali që pastaj të hym tek tema. Po, unë tani kam ardhur këtu që kam qenë 6 vjeç, kam 2 vëllezër më të mëdhenj se unë. Edhe mami im kur ne jemi nis ka pas një dyqan në Shqipëri, në Shëmblash. Edhe babi im ka punu gjithmonë murator edhe është marrë gjithmonë edhe në Shqipëri edhe në Itali pastaj. Edhe mami ka shit dyqanin, ka shit çdo gjë. Vetëm normalisht kemi majtë shtëpinë në Shqipëri për tu nisë edhe me ndru për ma mirë jetën tonë, se normalisht babi gjithë e mundim që ka bo, se tani që jam bo bab vetë, e kam kuptu sa sakrifica ka bo ai
që ne tre çunat jemi mirë edhe mos na mungoj gjë, me thonë. Edhe tani ja vlerësoj se normalisht kur je i ri ca gjona edhe nuk i kupton. Ka qenë gjithmonë një shprehje që na ka shoqëruar besoj të gjithëve që gjithmonë prindin na thonë, prit se do bëhesh prind vet. Po, faktikisht edhe ajo. Edhe fiks merr vlerë ajo shprehje. Nuk ja besoshe kur nuk ishe prind. Është mosha ndoshta, nuk mund fajsor se edhe ne ishim tri, rëndësi ka që edhe ne kemi krijuar ato familjet tona shqyr Zotit të mira dhe shpërblimi është ndaj prindit, se unë kam thënë edhe një herë tjetër që shpërblimi i prindit nuk është t'i japësh lek, po ti t'jesh mirë edhe ai do të jetë mirë. Po, ajo është shpërblimi më e rëndësishme. Po shkolla këtu si ishte? Edhe unë kam fillu me klasën e parë, se kam marrë 6 vjeç edhe kam marrë këtu për ditëlindjen time, me 23 gjunjë. Edhe në shtator, pastaj kam shku në shkollë. Edhe unë shkollën e kam kështu si kujtim shumë të bukur, se këte pjesën e racizmit, me thonë, unë nuk e kam vujt shumë, se kam qenë një natë parit, me thonë, që kam ardhë këtu. 98. Edhe italianët nuk ishin mësuar me emigrimin, me emigrantët. Shumë mirë të mësuar, po edhe të mërzitëm, se këto janë mërzit ma vonë kur kam fillu me ndollë lloj gjonash. Pero në fillim nuk e pas ne biles na kanë ndihmu shumë në fillim, se normalisht vish me 3 fëmijë, me gruan, t'jesh vetëm, punonte vetëm babi, pastaj normalisht filloi mami punë, filloi vllai. Sistemohen gjonat. Që sistemohen avash, po normalisht fillimi është shumë i vështirë. Edhe normalisht ne s'dishim as gjuhën, për mua ka qenë shumë e lehtë, se kam fillu na shkolla parë edhe për 2-3 vjet unë ishte gjuha ime, a kupton. Për prindrit edhe për vëllezërit ka qenë një çik se kanë ardhur më të mëdhej, edhe ka qenë një çik më vështirë, po prap ajo ja ka ndalë. Edhe kështu unë kam dalë gjithë jetën time me italian. Nuk jam gjetë ndonjëherë me ndonjë çun shqiptar, kam pasi çun kosovar aty ke lagja ime ku kam jetuar në Itali në fillim. Ka qenë një çun kosovar, kemi shku shumë mirë, me thonë vërtetën, po pastaj ai iku edhe mundaj. Vazhdove me italian. Kam gjithë jetën time, pastaj e kam kalu në për shtëpia italianëve. Edhe normalisht nuk kam pas fol fare në shqip. Nuk e kam pas fol fare. Po gjuhën shqipe, kushta ka trashëgu, domethënë që ti e flet mirë, se tani e ke edhe pak dialektore domethënë në Shqipërisë mesme, por kushta ka trashëgu, si Kiko me origjinë, ti je nga Dibra. Unë jam nga Golloborda, po. Unë jam nga Golloborda, edhe pavarësisht se gjuhën Lindurës edhe gjuhën e kanë kështu, po kushta ka trashëgu gjuhën domethënë që ti e flet, se ti e flet rreth shumë mirë. Te gjuhën tani unë kur fillova shkollën, se unë kisha shumë qejf të bosha kuzhinier. Edhe kur erdhi koha me zgjedh shkollën që do bosha superiori, quhet këtu. Edhe mu do më pëlqente shumë të bosha kuzhinier, edhe pastaj kam praktikuar 10 vjet, kam punuar nëpër kuzhinë, nëpër restorante, edhe jam shumë i lumtur. Adoleshenca jote Kiko si ka qenë? Adoleshenca ime ka qenë se unë kam qenë një tip gjithë shumë kështu sensibile. Nuk e di si mund ta them në shqip. I ndjeshëm. Po, shumë i ndjeshëm. Unë jam tip edhe tani që normalisht ndryshon ajo fazat e jetës që ke ti nëpër emocionet që ke mrena, kupton, ndryshon se ca i kupton, ca i ke përjetu një herë edhe e din çat tip emocioni është, edhe normalisht je i habituar, me thonë, sikur. Po, adoleshenca ime normalisht si gjithë bota, me thonë, ka pas ca probleme. Këto probleme lindin për mu, për çka kam menu unë, se unë jam tip që para që të shoh tjetrin, nuk e shoh fare personin tjetër, shoh si jam unë, mrena vetes time. Se unë kam një objektiv që është objektivi im, është bëhem unë personi më i mirë. Jo të shaj tjetrin që ta rris atë autostimën time, a kupton? Se s'kam një person që duhet të shaj një rob që ta rrisi atë vlerën e vet, do me thonë që s'ka edhe ai shumë vlerë, a kupton? Ka humb. Jo, edhe ato që kishte i humb.
Unë besoj që ma mirë bëj një kritik ma shumë në vetes time se sa tjetrit. Ma mirë them kam gabuar edhe shofim si mund ta spostoj unë këtë problemin se sa t'i jap fajin tjetrit. Edhe kjo gjë kur je i vogël, i man ca gjona në mrena që vjen një ditë që ti nuk i menaxhon më emocionet e tuja. Po pse ndikon për shembull, pse vjen kjo mbyllja? Kjo mbyllja vjen se je shumë i myllëm, shumë i mbajtëm sikur je një gjë shumë precioza. Nuk e di si me ta shpjegu. Po, se unë jam më i vogli 3 vëllezërve. Edhe normalisht jam si gjithë shqiptar më të voglin e maj një qikë sikur ai është ai që do bëj çlirimin e çdo gjëje. Unë me fëmijën time besoj që nuk do e bëj, edhe që do kem 3 me të voglin, nuk do kem këte ma shumë kujdesje me thonë, se sa me tjerët. Edhe që kam pas shumë kështu protecion në anë e familjes. Edhe normalisht ty të vjen dita që ti je në xhiro me shokët, ti do e përballosh vetë jetën. Se kur je i vogël normalisht rrin ma shumë kohë me familjen tate. Pastaj vjen ajo pjesë kur nuk del më me familjen, preferon dalësh me shokët. Fazat e jetës. Po. Edhe kur ti nuk je i përgatitëm të pranosh që personat në botë, jo vetëm në Rovereto, në gjithë botën nuk janë si je ti, edhe nuk do t'japin atë që ti do i japësh. Nuk është e garantume që unë si dhe mirë me ty edhe ti do si dhe mirë me mu. Nuk është e garantume ajo. Edhe unë gjithmonë jam sjell me thonë mirë me personat, edhe mrapsh nuk kam pas atë që mren kërkoja, a kupto? Edhe pastaj njetë ndodhin shumë gjona, edhe shumë gjona vështira, edhe një si puna ime tani mund t'i pranoj edhe mund t'i afrontoj në manjera kështu normale. Unë para 15 vjetëve isha një person që nuk mund përballonte asnjë gjë. Edhe një gjë e vogël mund të bënte katastrofë, a kupto? Edhe një gjë shumë e vogël mund të krijonte një stres shumë të madh, a kupto? Gjona me pak vlerë mund ndikoshin. Po, kur ti merr gjonat në atë mënyrë, çdo gjë bëhet shumë e rëndë. Se pastaj normalisht unë jam rrit edhe kam fillu me i studiu ca gjona, me shku ke psikologja, që ti ta dish si me ja dal. Sa jo është e vetja mënyrë me ja dal, është në një tjetër, që është ekspert, thot ty si mund të fillosh të mendosh ti. Po si mund të ndryshohet kjo gjë tek njeriu? Është si puna një kompjuter që është pa xhërnim, a kupto? Ka ngeli çik mrapa. Si ti marrim pak domethënë si të themi me radhë. Po. Jemi në fazën që ti thu po kupton ato emocionet e para që nuk po i menaxhon dot. Po. Si e kupton ti këtë? Si kuptohet kjo faza e parë? Domethënë nga përjetimi jot personal, kuptohet se ti shan edhe nuk e din pse po shan. Ankth. Ajo mund të jetë pjesa e dytë, ta kupto. Është një që ti ke ca frika që një person tjetër janë gjëra komplet normale, a kupto. Unë me thonë për eksperiencën time të flas, unë kur kam qenë besoj 12 vjeç, 13 vjeç, çdo natë shkosha ke prindrit e mi, ke mami, ke babi, edhe vesha dorën a janë gjallë, a kupto. Ti kishe frikë mos të ndryje? Po, mos vdesin që të nëzjohem edhe ato mos tjenë. Ajo ishte, frika ime më e madhe ka qenë besoj e para kjo, që ato mos vdesin, që mos të ri pa ato. Se normalisht kam një legame, si mund të them shqip, më falë se s'du me përdor edhe fjalë, një marrëdhënie shumë të mirë, si çdo person besoj. Pastaj unë jam tip edhe që i shprehn gjonat, nuk është që
jam ai tipi që jo, I unë ftohtë. duhet jem i fortë, se unë nuk them që të dua, apo mos më intereson fare, sinqerisht. Unë edhe me fëmijët tim, po edhe me prindrit e të mi, i them që i du, që i kam për zemër, çdo gjë, se ato kam bërë shumë për mu. Edhe unë kam ble shtëpia postafat që ne të rrim afër. Ne kemi 2 apartamente, një është poshtë, tjetër sipër, që Mos të ndane. mos ta ken atë mendimin që unë një ditë do jem vetëm. A kupton? Se frika më e madhe për një person është të tri vetëm, a kupton? Jo tani, se ne jemi mirë edhe 3 vetëm tani, 34 vjeç, largo Zot, inshallah jo, po s'është fort problem, por kur ti je 70-80, Mos të thyer. aty nuk do në asnjë, ti aty Po kur ke ma shumë nevojë. Kur fillove ti me këto që po i kuptoj këto fazat e para. Për shembull, ku shprehesh, kujt po i tregoje? Ajo është problemi më i madh, fillimi asnjënit. I masha për mren, i vujtsha për mren. Edhe menosha që kur të zgjohem, pse gjithë këto mendimet vinë para që ti të flesh gjumë. Pse durante il giorno, gjatë ditës, nuk ke mendime shumë kështu që ta vrasin trunin. Është nga angazhuar dita prandaj. O bën në gjë, o je në xhiro, o je në shkollë, edhe e kalon. Po ai momenti që ti je vetëm në krevat, edhe din që do flesh gjumë, po fillojnë ato mendimet që jo nuk të lenë me flesh gjumë, po ta myllin edhe frymën, aty ti mendon që ka në gjë që nuk shkon. Dhe ç'a bëre ti konkretisht kur kuptove që është diçka problematike si situatë? Nuk është vetëm faza që fillimi nuk i e pesh, a kupto, se thua ama se s'kam gjë. Nuk do ta pranosh? Jo, nuk do ta pranosh, se thu gjithë jemi çik kështu, në herë kemi hallet tona. Të trisht, jemi trisht. Po ti je triste është një gjë. Po ti je në depresion, është një gjë komplet ndryshe. Po faza rradhës kush ishte pas tyre frikave? Pastaj vjen frika për veten, frika për të jetuar të nesme, na kupton? Ti ke frikë për çdo gjë, edhe të bësh një gjë të vogël, ke frikë që do të ndodhi një gjë, edhe që nuk ndodh asnjë gjë, a kupton? Ke frikë edhe me shku me bëj xhiro, ke frikë se o do më shohin, do të bëjnë, do Do në krijon me mendjen tënde halucinacione që s'ekzistojnë. Se ti, kur ti je në atë fazë aty, ti nuk e jeton jetën për atë që është realisht. Ti jeton për atë që krijon ti, mren ke vetvetja. Atë botën e brendshme. Se ato që ti krijon nuk ekzistojnë fare. Fare, që ti të folësh me një person që nuk është në depresion, edhe ti thush ato gjonat që ti ke mren ke vetja jota, ti një thot, më duken gjona shumë të rëndësishme, a kupton? Prandaj merret si gjë, ama se s'ka gjë. Se un kam gjuar edhe kështu. Ama se s'ka gjë. Do kaloj. Nuk është gjë, ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për shumë forcë, ka nevojë për shumë vetbesim. Ajo ka qenë ajo që më ka ndryshuar jetën mu, ka qenë fakti që un jam martu. Edhe na aty kam fillu prap një jetë në fillimi, sigur kam lind prap, a kupton? Si e more vendimin për të martu? Ka qenë një gjë shumë kështu, natyrale, me thonë. Një shërim, ki është martu me gocën halles time. Po, ta fillojmë çik në fillimi këtë pjesë, se është çik shumë e çuditshme, se lidhen gjërat. Lidhen shumë gjëra, po. Unë tani shkoj në shkollë edhe boj këte alberghiero quhet, që është shkollë për të bëu kuzhinjer. Edhe unë jam i 92-shit. Edhe kam bë një shkollë këtu në Rovereto, po aty kam humi vit. Se nuk ishte shkolla ime, edhe nuk më interesoshin, edhe nuk kam studiu. Edhe huma i vit, me thonë vërtet, po nuk ndodhi në i gjahë. Normalisht, ma mirë me studiu, po nuk ishte shkolla ime, se pastaj kur ndrova shkollë, isha i pari klasës, me thonë. Se ishin gjojnë që interesoshin atë që pastaj do ishte puna ime.
Edhe aty unë shkoj, isha më i madhi I klasës. se sa ato që kishim fillu, edhe aty unë njoh për 2 vit, unë shkoj në vit dytë, edhe njoh në vit parë një çun me emrin Brian. Edhe unë jetën time s'kisha dal kur me shqiptar. Do me thonë as nuk flisha mirë shqip fare. Diles edhe tani bëj shumë vështirësi. Normalisht e kam pratiku edhe flasi çik më mirë, po unë jam rrit në Itali edhe për unë mendimet e mia i kam në italisht se sa në shqip. Do ti mendon gjuhën italiane? Po, unë mendoj në gjuhën italiane, nuk është që du me bo si italian, a kupto, se ka edhe në ato shqiptarë që rrinë këtu 2 ditë edhe kthejnë Shqipëria dhe s'din mo asi gjo, a kupto. Edhe unë nuk jam kështu, edhe nuk du edhe ta bëj këtë pjesën, bires mundohem që t'i them fjalët sa më mirë edhe se më dalin ma thjesht italisht se sa shqip. Edhe unë isha duke thonë, jemi në klasë, pastaj i bie që unë shkoj në vit 3, ajo është në vit 2, edhe pastaj unë kam këtë okazionin që pys shkollën a mund të boj prap 2 herë klasën e 3, se unë e kam bo për guzhinjer, për kamarjer më falen e parë. Edhe mund të bosh edhe për guzhinjer, ishe këte 2 landat që mund të merreshe këtë diplomin. Edhe unë pyeta shkollën a mund të bosha prap klasën e 3 që të merresha edhe diplomin tjetër, se nuk isha gjithë punë, edhe të humsha i vit kot, edhe vetë nuk e gjete. Edhe prap më interesonte se unë i kam bë të dyja, kam bë edhe kamerjer edhe guzhinjer, edhe pastaj në jetë më kanë ndesh të dyja. Edhe disha këtë pjesë që ma shumë pastaj gjona disha që ma mirë është. Me i bë edhe në kod vet, i ri. Po, se si dihet se unë në atë kohë isha 18 vjeç, 17 vjeç, 18 vjeç isha. Edhe ato më thonë që s'kishte problem, edhe kur ai shkon në vit 3, i bie që ishim klasë bashkë. Edhe në aty, ne në fillim nuk shkoshim shumë dakord, se ai normalisht ka ardhur mas meje edhe e fliste mirë italishtën, po jo si një që ka ardhur këtu që i vogël, a kupto. Edhe ai më thoshte mu se unë nuk flisha, ai më fliste mu shqip, unë i përgjigjesha italisht, më thoshte ai mu Pipino. Pipino këtu i thonë njonit që don me bo kështu si tip interesanti, a kupto. Po unë s'desha me bo si tip interesanti, po thjesht nuk disha me fol mirë, edhe normalisht ishte ma komod flisha italisht, se edhe aty na kuptoshin, edhe ishte normal për mu. Po unë folsha shqip edhe kur ishim unë edhe ai vetëm, edhe nuk na ngjonte asnjë, a kupto. Po në aty, unë jam një tip si e thash edhe para, jam tip shumë kështu, me këto ndjenjat shumë të zhvillupume me thonë, shumë sensibile pra. Edhe ndjeva që edhe ai e kishte atë tip, ishte person komplet ndryshe na unë, se ai është komplet ndryshe, po kishin këte bazë që... Ishte e përbashkët? Po, se ato vujtje që ka pas ai, i kam pas edhe unë, a kupto se të 2 vim në Shqipëria, në ke unë... Emigrant. Ka marrë para, po s'do me thonë gjo, a kupto, thjesht ka marrë para, tit, edhe i kam bo para, ato vujtjet e emigracionit, ai ka bo ma vonë, po prap i kemi kalu të 2. Biles besoj që rrugën që ka bo ai, se kam bo unë, se unë ka marrë tu me anije, normalisht me dokumenta, edhe nuk isha frikë. Që dita ime e parë në Itali ka qenë shumë, se ka qenë ditëlindja ime, edhe ne ishim duke lujt në rrugë me top, edhe topi ka shku mund xhamin e policisë. Edhe unë s'disha italisht, se kishim ardhë dita parë, a kupto. Edhe fillova me qajt, se nuk e disha qa do më ndodhte, a kupto. Se imagjinata ime kur jam nis ishte, atje do gjej vetëm kështu grattacieli, nuk e di si thuhet. Po, grattacieli thon. Po, vetëm grattacieli, makina që fluturojnë, menova unë, tash Italia do jetë një gjë kështu. Jashtëtoksore. Pastaj ishte një gjë shumë normale, si mund t'ishte ku isha në Durrës. Thjesht ma pastër, ma rregull, edhe Europë. Edhe u tremëm shumë se isha unë edhe vlla im i shkret filloi me vrapu iku se nuk e dinte, a kupto qa mund të ndodhte, nuk ndodhi asgjë se karabinieri
Njeri është. Zbriti na makina, tha tranquilli, non è successo niente, vai tranquillo. Babi pastaj zbriti, ai tha no, ma thuj se pastaj normalisht kur e dim quhen, ai I tha thjesht thuj që s'ka ndodhur asnjë gjë, është fëmijë, është thjesht duke loz, nuk ka asnjë lloj problemi, mund të lozi I qetë, mund të bëj çfarë det, se normalisht fëmija, kupto, nuk është që karabinieri tani do bit vrasi, po ne s'dishim, kupto, normalisht nuk din se jem vend tuj. Edhe na aty ne kemi fillu duke dalë ditë për ditë bashk, duke shku në për shtëpia e njëri tjetrit. Edhe kemi fillu këtë frekuentacionin ton që unë isha pak më I madh se ai, nëse normalisht kishim 2 vjet diferencë. Po prap nuk është që na ka vra kjo diferenca se 2 vjet janë shumë, edhe prap ai është një person shumë I rritur që ka ca vlera që s'kan shumë persona. Që fati im që unë s'kam bo edhe budalliqe, edhe nuk e kam çu veten që t'i bëj shumë dam vetes. Ka qenë edhe ajo pjesë që unë kam pas I shok si puna atit. Se shok, vërtet që ti gjona t'i bo vetë. Se unë çdo gjë që kam thonë jo s'du me bo, e kam ndalu vetë, nuk e kam bo, edhe nuk më ka pëlqy me bo, edhe nuk e kam bo. Shokët ta pranoshin edhe mos ta pranoshin, mos m'intereson, ta kupto. Nuk është ajo pjesë o bo po se bona, do m'heqin nga grupi, jo, po do m'thojnë... Do m'distancojnë. Mos m'intereson të fare se unë kam qenë gjithmonë ky që jam, a kupto. Nuk kam ndryshu në jerë për asnjë. Karakterin. Edhe kam majt këte forcën time. Edhe Ani Brajani ka qenë një pjesë kryesore për flas për shoqërinë, ka qenë pjesë kryesore jetës time. Se unë jam edhe tip që nuk lidhem me shumë veta, nuk dal me kam dal, kur ka qenë koha me dal me shumë veta në Rovereto, edhe me lloj personash, jam kënaq, kemi kalu shumë eksperjenca bashkë. Po Ani është ai shoku që mund të them shok, a kupto, se shoku tani është I fjale përdorëm për edhe një të njohur gabimisht për mua. Se edhe fëmia im pyet ndonjëherë, "Ma tu papa, quanti amici hai?" Sa shok ke ti, më thot babi, edhe që fëmia im flet edhe shqipe. Po unë komunikoj italisht edhe ai më flet italisht edhe jemi ma komod kështu me thonë. Unë I them 1, 2 maksimum, se I them ka një vlerë t'jesh shok. Shok nuk është një që loz sot edhe nesër. E njohë sot nesër do bënë shok. Edhe nuk shoku është një gjë që ti ndan gjona që ndonjëherë nuk ndan me vllajin tat. Se kush e di me vllajin ka atë frikën që ja tregon mamit, babit, edhe pastaj o bobo. Shokun e din që e man për vete, edhe ti të paktën je liru në I pesh, a kupton. E heq një farë barre. Po, pastaj normalisht shoku bën punën e shokut, nuk mund të bëj punën e vllajt, po besoj që unë me Secili ka vendin e vet. Unë edhe Brajani kemi demonstruar njëri tjetrit që jemi shok, po shok me vlera të dy, që të dy kanë ato bazën që duan të mirën njëri tjetrit. Ja shpreh Brajanit këto të mirat që du, këto mendime. Po, ka kohë që nuk I ndaj me ato. Nuk I ndaj këto mendime se sa e du, apo sa I është I rëndësishëm për mu. Se normalisht në jerë koha edhe rutina që ti ke çdo ditë shkon punë. Është fazë e jetës, siç e tham, që vjen një moment që nuk del edhe koha, sepse fëmijët vetën, punat vetën, bashortja, shtot rrethi edhe miqve, se tani ke edhe njerëzit e gruas kur thon. Po edhe fakti që un jam një prindër që un gjithë kohën time që kam të lirë ja dedikoj familjes time edhe fëmijës të mi, edhe nuk vështirë që dal apo shkoj në për lokal. Jo që ka një gjë të keq, po unë jam tip shumë jam I fokualizuar, jam fokusuar ke familja ime, që objektivet e mia reale në jetë është që unë t'jem një prindër I mirë, a kupto.
pastaj ja të kem miliona euro, apo... Edhe në faza tjetër që vinë pastaj me ditën. As unë, as një, a kupto, po unë atë që përruj, është që t'jem një prindër që fëmija im i di që kur mos t'jem unë, po edhe kur të rritet edhe t'i kuptoj ca gjona, shi babi, ato gjona që më ka thonë, ato gjona që ka bo për mu, i ka bo vetëm se për të mirën time, edhe që unë t'jem mirë, edhe nuk them mos të mungoj gjo, se të mira nuk ka fun, si thuhet. Të mira nuk ka fun, se normalisht ti tani mund të marrësh 2, po do 4. Merë 4, do 8, merë 8, do 12, a kupto, nuk është që maro ajo. Po thjesht ti, unë mendoj për aq pak për ato vujtje që kam pas unë, se në jerë ai fakti që kam kalu këtë depresionin edhe të bënë që ti ta shofësh jetën në mënyrë komplet ndryshe nga personat që nuk e kanë kalu. Se ti edhe thjesht që nuk du me u bo si një kështu, si një që bën poezia, po edhe thjesht që të zgjohesh mjes, është faleminderit, a kupto? Se din që ti ke pas mendime që me ja heq jetën vetes tate. Edhe din shumë mirë që kur zgjohesh, thush faleminderit. Kujt i thu faleminderit? I thu faleminderit Zotit, i thu faleminderit. Domthon ti e beson Zotin? Unë nuk kam fe. Jo feja, Zotit. Nuk kam asnjë lloj fe, unë besoj vetëm ke një madh Zot që është për gjithë, edhe që të ka ndihmu ty ky besimi ke Zotit, domethënë mi kalu këto fazat e errta që ke kalu? Më ka ndihmu, e kam kuptu vlerën e Zotit, me thonë vërtetën, mas që i kam kalu këto gjonat. Se kur kam qenë mren, edhe jam mërzit, me thonë. Kur kam qenë mren në atë uragan, ta thirrim kështu se ashu është faktikisht, është uragan mren ke truni jotë që ti nuk e komandon dot, edhe i shkatron çdo gjë që ti ke mren edhe të mund bosh mirë, ai ti shkatron, ti bën që ti ta menosh që ti s'vlen asnjë gjë. Ti ajo ta bën që ti të menosh që edhe me vdek nesër asnjë se vret menjen për ty. Po nuk është ashtu. Nuk është. Derisa ti je fëmijë në një personi, ka gjithmonë një botë që për ty do qaj. Minimumi. Një do e kesh, a kupto. Edhe vete kam provuat edhe mendimin që kam pas është mami im, thash si do qaj mami gjithë jetën për mu. Edhe nuk doja... Domethënë ti ke tentu të bësh diçka? Kam tentu me thonë vërtetën, po shqyqyr të Zotit jam këtu. Momenti që kam tentu, se thosha që çdo ditë kështu do ishte shumë me rëndë. Se ti çdo ditë kesh këto mendime, çdo natë mos flesh gjumë, edhe të zgjohesh që ke frikë që të bosh një buzëqeshje, se dish që pastaj do qash gjithë natën, është një gjë që... Vret nga pak. Vret nga pak, se unë kam kalu me thonë 10 vjetë, po 10 vjetë janë shumë. Edhe me lidh me Brajanin, unë tani jam i martum me gocën e tezës Brajanit. Është rasisht? Është plotësisht rasisht, se ne jemi njoft, unë edhe Megi, mënyrë me thonë çuditshme, se... Jo prej Brajanit. Jo prej Brajanit, se Megi ka ardhur njerë në Itali, para 5-6, besoj edhe ma shumë viteve që u martum ne, besoj edhe ma shumë, para 8 viteve, kishte ardhur me taku Brajanin, si vinë gjithë kushurit në Shqipëria me taku qunin e tezës kësaj të rast, tezën me fëmijët e vet. Tezën me fëmijët e vet. Edhe ne kishim shku në Verona, edhe ja kemi kalu shumë mirë të 3, po normalisht unë mirë që isha edhe 20 vjeç, 21 vjeç, që nuk isha fare men me u martu apo me bë familja, kupto. Po normalisht është kushurinë e shokut tatë ngushtë, nuk e fare atë mendimin që... Me e pa, apo me pas atë mendimin, jo do fejo, që nuk fare, zero. Unë kam shku aty me shokun tim, me kushurinë e vetë, jemi kënaqë, kemi kalu një ditë shumë të bukur në Verona,
pam atë arenën di Verona, u knaqëm, hongërëm i drek atje. Megi kishte bo një foton time të syve të mie, cioè, ta them italisht më mirë? Po. Aveva fatto una foto dei miei occhi sullo specchietto retrovisore. Che xhami që shifet mrapa kishte bo një foto e syve të mi. Ke xhamin të makina? Po, se ajo ishte mrapa, unë isha para duke do makinës edhe Brajani afër meje. Ke pasi Renault Clio ti? Po, kam pas atë Renault që është historike. Edhe prap kam Renault Clio, po i qik ma tre. Edhe ajo e kishte majt atë foton, po pa e ditë që ne një dite do krijojmë familje, kupto. Edhe prap na hiqi, na një me thonë shikim në Instagram si 1, 2 çuna 3, se pastaj kisha edhe arru faktin që Megi ishte kushurina Brajani, ta kupto se kur e kam pa unë Instagram nuk e kolegova direkt. Pastaj normalisht duke fol u kolegu çdo gjë, edhe unë kam fol para me shokun tim, edhe pastaj kam marrë një vendim që një solli këtu ku jemi. Fillojmë edhe pastaj të jemi këtu ku jemi realisht. Edhe normalisht Megi ka qenë një pjesë që një ndihmë, një dorë që unë po du me thonë një gjë para kësaj që të flas për Megin, se me thonë rasti, unë kur fare nuk njihsha Megin, po normalisht isha shok me Brajanin. Një ditë isha në xhiro me një shok tjetër të përbashkët me Brajanin, edhe më merr në telefon edhe më thot kam gjyshin që do shkojnë, se s'bën xhami. Është edhe gjyshi im, gjyshi që po thot. Po, se normalisht është imam edhe don të shkoj, tha se ka xhami. Po, ka unë pa dit asnjë gjë se unë në xhami s'jam fut në herë në jetën time, era parë ka qenë atëherë edhe ka qenë sinqerisht edhe era funit. S'jam fut se nuk derisa ti si ishte gjëja jote. Po, nuk jetë fes, nuk shkon aty. Edhe shkoj ke shtëpia, marr gjyshin, e çoj me i ven, ai nuk pranon se ka shifte ca persona që nuk ishtin të fen, besoj që praktikon një lloj si ai, ndrum, shku me i xhami tjetër, edhe u futëm ren, ai na tha qa me bë, se normalisht ne s'dishim asnjë gjë. E ne fillu me heq kpucët, me u la, ne lashim komët ke lavandino, jo ke aty ku lajnë komët. Ai që nuk dinte gjuhën, ai u merrte vesh me çdo person që ishte mren, se folte arabisht besoj. Edhe shkoj laj komët aty me i ven super komod, ne i lashim komët mren ke lavandino. Ai bonte çdo gjë mren ke xhamia, se u ndjente proprio sikur me qenë shtëpit vet. Ai hecë aty sikur me qenë shtëpit vet, ne normalisht e shifrim sikur. Edhe na aty, ai pastaj me mu ka ngel shumë kështu, si mund ta them, shumë i kënaqur. Ai ka përmend gjithmonë sepse është gjyshi im që unë kam pas shtëpi. Po. Edhe ai ka vdek me mendimin që Kiko falet. Po, që falem ditë për ditë, shkojnë në xhami. Ndërkohë ky muhabet bëhet fjalë përpara se Kiko të njihej me Megin. Jo bëhet fejohet marrëdhënie, por përpara se të njihej. Dhe gjyshi që po flet është edhe gjyshi i Megit, edhe gjyshi im, edhe gjyshi i Brajanit. Po. Është një gjë që prandaj them me Brajanin janë nisë shumë gjëra pozitive, a kupto? Po si e shpjegon ti për shembull? Brajanin. Jo, këtë lloj, për shembull, se shikoj, unë e konsideroj tip energjie. Është një lloj energjie që domethënë është një lloj njeriu, ky njeriu që për ty është Brajani, për shembull, se Brajani e ka me gjithë lloj energjie, se ka vetëm me Kikon, a kupton? Ka një lloj pozitiviteti që thjesht prezenca e këtyre lloj njerëzve ose Brajanit në vetvete domethënë ta afron gjëra të mira. Po, ai është person. Unë për veten time e llogoj si tip energjia, kupton? Unë ta them ti si e quaj? Edhe unë jam një tip si puna atit, edhe ndjej shumë këto, mund ta themi energji shumë mirë. Edhe besoj që Brajani jep të tjerëve shumë energji pozitive, edhe man mrena shumë gjëra negative, edhe
ja asimilon, nuk e di si me e thonë në Shqip, po nuk e di. Thuaj italisht nuk ka problem. Ja asimilon vetë në mrena, ja afronton çdo gjë vetë me një forcë që Jo çdo kush e ka. Pak persona në jetën time kam pa. Shikoj, ta marrim pak të këto probleme që ti ke pas domethënë. Po. Se ti rim pak tema, se Kiko ka domethënë para se fillojmë tha këtë. Po në rast se do kërkoj njerëzit e episod 2. Ne mund të bëjmë edhe 10 episode tjera, kështu që Po. kemi në dorë vetë, kam thënë edhe unë edhe ti. Se e kemi se në rob dorë. duan që Se kjo flasim apo të shkojmë me si një që thash fillim që është tip udhërëfimi, a kupton, nuk është për t'i bërë kritika s'kujt. Du me ditë pak gjendjen e prindërve në kohën kur ti kishe këto pjesën e depresionit. Mami normalisht ka qenë ajo që e ka vujt pak ma shumë se e kam pa unë, a kupto. Edhe sigurisht edhe babi e ka vujt shumë, po unë këtë pjesë nuk e kam pa, e ka vujt shumë në mrenë. E ka majt veten. Po. Normalisht se ti të kesh 3 fëmijë, edhe familja është gjithë në krahët e tuja, ti nuk mund ta humësh kur atë Fillin. mendimin, si t'jem unë tani, edhe unë t'jem, nuk e di a boj si babi im që i maj gjithë në mrena, kush e di, edhe mund tjetë që i afrontoj, po duhet ta mbash atë qëndrimin, se ti ke familje, Ke përgjithësi. ke 3 fëmijë, ke grun, ke shtëpinë, ke gjithë gjonat me pagujt, që nuk Po, është gjithë e që kenë shtëpinë vet. gjithë ne shohim që para që të rritshim shohim babin, është si puna atit zogut që është mren ke kafazi që kur vjen mami hap gojën, na kupto. Normalisht ai ishte për ne çdo gjë, si mund të jetë edhe tani. Normalisht ne tani jena edhe Zotë vetes. prindër vet, të rritëm edhe jemi okej, po ai për ne ka qenë gjithmonë si ai. Si shtylla kryesore e shtëpisë. Po, ai normalisht ka vujt shumë, se të bosh gjithë atë sakrificë nuk është e lehtë. Edhe nuk është fare ai habituar që ta nxjerri, kush e di tani me fëmijët e mi ai po e nxjerr atë afërsinë, atë E lëshojnë pak vetën. dolçecën, si thuhet atë. Dhe mshurin. Po, atë dashurin, bravo, atë dashurin me fëmijët e mi, me fëmijët e vllajt tim, me shof që edhe ja shpreh, ja thot me fjalë, a kupto. Gjë që me ne nuk ka bë, po nuk ja jap faj, a kupto, se ai është rrit me atë mendimin që më thot mami im, që ai kur merrte mua në krah, mami vet, gjyshja ime, i thoshte, ama mos e kapti, se burrat s'bëjnë burrat kështu. Edhe normalisht ti të rritesh me atë ushqim, ti do menosh që një burr tjetë burr si mendon gjithë mentaliteti shqiptar. Gjithë mentaliteti shqiptar është ai që nuk thot që të dua, nuk i shpreh emocionet. Nuk i shpreh emocionet, është ai i forti. Unë nuk e besoj që është kështu, se unë ndjem shumë i fort, edhe që shpreh gjithë emocionet e mia. Se forca është kur ti ke atë posibilita me nxjerr emocionet me personet që ti ke afër. Se unë, me thonë, me prindit e mi, normalisht kur kam preki pik, ato kam pa që babi im, sidomos, ka pa, kur unë kam preki pik, babi im ka pa, që, fëmia im, kush e di ka nevojë për një gjë ndryshe, se unë aty kam pa një ndryshim në atit. Një përkushtim që unë do jem një gjë tjetër për këtë. Unë edhe babi im kemi një raport shumë të mirë, flasim, jetojmë bashkë, jo bashkë me një shtëpi, po jetojmë bashkë se një është sipër, një është poshtë, ta kupto. Edhe e di që ai mrenke vetja, pastaj nuk kam fol ndonjëherë kështu si po flas këtu me babin realisht për atë pjesën si e ka kaluar ai na prindër, a kupto. Edhe pse s'du që ai ta vuj këtë pjesë, a kupto. Që kush e di mos ndjet në faj. Edhe mami, po ma shumë babi, se me mamin e di që ajo nuk ndjet, se e din shumë mirë, ja kemi shpreh njëri tjetrit çdo gjë me mamin, me babin jo. Është lloj marrëdhënies e tillë me, domethënë sidomos djali me babën. Po, është më e vështirë. Gjithandej domethënë është një lloj marrëdhënie dy meshkuj në mes, kanë të dy karakter të fortë. Edhe janë dy meshkuj që të dy duhet domethënë është ajo lufta, ke parasysh për të kriju secili atë
pozicionin e vet në një marrëdhënie, kurse me mamin njeriu është një lloj si me gruan, a kupton? Ose domethënë njeriu te bashkëshortja vet shkon, shfryhet, shprazet dhe i nxjerr gjitha. Ama kur je beqar nuk e bën me vllajën atë gjë, sepse në një farë mënyrë do tregosh i fortë, a kupton? Në gjë, edhe me babin kështu. Edhe mund ta thosh, po sepse edhe unë për shembull të njëjtën gjë për shembull tham edhe unë marrëdhënie me babin. Kur ishim vegjël me mamin, putheshim, qashim, i bonim gjitha, a kupton? Pavarësisht edhe babin e dum jashtëzakonisht shumë dhe na donte jashtëzakonisht shumë, prap ka qenë ai shtylla e fortë sepse gjithë kemi pas problemet tona, a kupton? Edhe po ta lçonte edhe ai veten, si në një farë mënyre edhe psikologjia në vetvete e shpjegon në mënyrë të tillë që domethënë nuk duhet të lëshosh shumë emocionet sepse bëhesh shumë emocional dhe të ikën te situata nga dora. Ti kur ke këto lloj problemesh para teje do një person të fortë, shumë që është në prezente, që është aty në atë moment. Nuk është duke menu qa do ndodhi o bobo. Po, më u panikos. Jetë aty. Nuk ka si gjo. Jemi këtu. Merë frym. Po. Nuk po ndodha si gjo. Jeta është shumë e gjatë. Ti duhet vetëm të marrësh frym. Kur ti ke një atak paniku, gjëja më e rëndësishme që kam kuptuar edhe me fol me psikologët edhe me psikiatrët është mënyra që si ti merr frym. Se ti kur je me atak paniku, fryma jote shkon në kot. Merr frym. Nuk merr frym si po marrim ne. A kupto? Se ti provoj edhe ti je normale, ti je pa probleme, fillosh të marrësh frym kështu. Po, duke ecë me vrap. Mas 10 minutave më thuj si ndjesh. Ndjesh komplet me mizan e përdur. Se ti e ke oksigjenu trupin në mënyrë komplet gabim, a kupto? Se ne funksionojmë që futet oksigjeni edhe po ti po e limitove atë oksigjenin, truni fillosh ka blackout. A kupto? Kërkon gjona që ti nuk e arrin me i dhënë. Është proces i vetaj. Ajo është një proces që duhet të kaloj. Ti duhet ta pranosh. Kur të vjen, ti duhet pranosh. Do futesh mrenke se çdo rob ka një person mrenke vetja vet, a kupto? Uni quhet. Në shqip quhet uni. Uni, mund të themi anima, italisht. Po, është e njëjta gjë. Uni është pjesa shpirtërore e brendshme. Është ai që ne dim që kur je vet je ai, a kupto? Ai që je mren kur s'është asnjë jetë vetëm ti me mendimet e tua. Gjithë, besoj unë, kur jemi aty, kemi nevojë që personi që kemi përballë mos të filloj të bëj o bobo, qa po ndodh, qa ke, qa s'ke, pse merr frym kështu, ti po pate një person kështu, je i marrun. Se ti nuk je, ti nuk e menaxhon dot, se ti nuk je në prezente, se ti je mrenke truni jot, edhe je duke menu, zemra është 200 tani do vdes, se mendimi është gjithmonë do vdesësh. Mendimi i parë që ti ke kur ke atak panike është o bobo tani do vdesi. Sa shumë ndjesh. Ndjesh mizan e përdur, në përkom, merr frym shumë shpejt, zemrën e ke 300. Je duke marru, a kupto, për veten tate. Për realisht ti ta menosh në jashtë, ta nxjerrësh atë animën tate, edhe ta shofësh trupin në jashtë në atë moment, e vetme gjë që i thua është merr frym, se nuk je duke marr frym. Edhe ti kur të fillosh që çdo gjë nuk ke më mendime, ti duhet mendosh vetëm frymarrjen. Nxjerrësh, avash edhe këtu të koncentrohesh, mendimi jot i vetëm që ta shpëtosh jetën tate, se ti je duke menuar që je duke vdek, a kupton? Që edhe mund të ndodh. Po, është që çdo lloj mendimi që ke ta anullosh, atë mendosh vetëm si po marr frym. Ta ndjesh. Ti mbyllësh syt edhe të fillosh të fokusohesh. Fokusohesh vetëm ke një gjë. Se ç'a është ataku paniku? Është thjesht 200 mendime bashk, uragan, e prish çdo gjë harmoninë që ke ti mrena. Po për sa? Për 20 minuta. Edhe keq menaxhimi i asaj çon katastrofë. Edhe ti ta prishësh jetën tate për 20 minuta që ti nuk e menaxhon stresin, se është pik stresi ajo. Ti arrin, e man, pastaj arrin që nuk man më, se personi ka një limit çdo person. Ai miliarderi edhe ai pa kokrën e lekut. Edhe man, arrin aty që s'man më. Edhe aty ndodhin këto gjonat. Po thjesht ti, unë tani që kam kalu këto gjonat, nuk i marr më gjonat as seriozisht sa i merrsha para. Duhet me marr jetën me sportivitet. Kam pa një
tani du me tërgu një gjë që kam pa në YouTube, një Paolo Bonolis, nuk e dia e njeh. Është një kondutor këtu italian që ka pas bë një program Il senso della vita, qa sensi ka jeta. Se shumë herë kam pyet veten time, a kupto. Edhe pyes në herë kur jam vet. Se është e vështirë edhe t'ja gjesh, a kupto. Kur ke fëmijë është shumë më e lehtë, se ke ato i shef edhe po sensi ai ti tha me kalu një jetë qetë, duhet ta marrësh jetën me sportivitet. Se edhe një gjë që me thonë të bëj një eżempjo, edhe me vdek larg zot babi o mami, ti s'ke qa me i bo. Ti edhe me zemrën tate do me ringjall, po s'mund ta bosh. Edhe fakti që ti ta mash atë peshën, mren edhe ta prishësh jetën tate, se ti ke hum në një, apo t'ka ndodhë në i gjonë jetën tate, nuk e dia ja vlen, a kupto, me jetu këtë jetë. Unë besoj që sensi jetës time janë fëmijët e mi, gjëja parë që familja ime që kam kreju edhe familja ime që më ka kreju, me thonë Megi, prindrit e mi, vëllezërit e mi, që janë gjëja më e shtrenjtë që unë kam botë, a kupto. Si ta kuptojmë të rëndësinë e këtyre njerëzve? Se ka ca njerëz që nuk arrin t'ia kuptojnë dot vlerën e këtyre që kanë. Po jo, edhe vetëm ankohen. E di qa, një ditë unë tani kur kthehem na puna, shkoj ke mami, edhe që nuk rri shumë, mund të rri 20 sekonda ke shtëpia mamit, se normalisht du me shku sipër, du me hongër bukë, jam i lodhëm, du me taku edhe fëmijët. Po ato 20 sekonda që unë shkoj hapat e derë, shkoj aty, i takoj, shoh që janë mirë. Edhe e di se kur hap derën e di që i ditë do vi që unë do shkoj vetëm sipër, nuk do shkoj më poshtë. Nuk do jenë mo ato që ti them o busho qa bone, o mamo qa bone. Nuk do ja them mo. Edhe tani kam atë mundësinë se unë jam tip që nuk më pëlqejnë ato rob që shajnë, që thonë a të bosha këte. A sikur ti thosha babit që e du. Po jo, ti ke pas ko më vlla. Gjithë kemi ko. Mos themi ko që sidomos për gjëra tilla se një mesazh telefonosh. Që s'kemi ko me i thon babit ton të du, apo je jeta ime. Apo çdo gjë që kam për te, shumë faleminderit. As s'kemi kemi ko me shku në lokal, kemi shko me bë pushime, kemi ko me bë çdo gjë, a kuptoj që na intereson. Po s'kemi ato 5 minuta me shku ke mami me babi me thon faleminderit. Asnjë, nuk shoh në një që nuk ja jep atë vlerën, a kupto. Po pastaj jeta është si punë karma, pastaj edhe fëmijët e tu do bëjnë ashtu me ty. Se Gjoni ka pas sa unë e du mami. Jonathan është fëmia im i parë. Ai kur ti me pyet tani Jonathan, qual è la tua famiglia? Qa është familja jote për Jonathan? Jonathan thot mamma, papà, Luna, nonno e nonna. Nuk është vetëm mamma e papà për Jonathan. Se ai është rrit me ato. Ai për atë, mami edhe babi im, është i soj sikur jam unë edhe mami vetë. Kush e di ne normalisht në do një qik ma shumë, apo ka ato raport ndryshe, a kupto, po normalisht ai është familja vetë, se është rrit me atë. Me atë ushqimin që duhet me i respektu, se unë jam këtu. Jo, përveç respektit edhe me i dash, se dashuria dhe i farë në një farë mënyrë edhe kultivohet të fëmijët. Dhe nuk kultivohet duke thonë dyje gjyshin, po kultivohet duke dashur ti i pari gjyshin, ai duke të parë. Po normalisht, sepse edukata më e mirë që jepet fëmijëve është shembulli. Po, si ti bën një ato shembull bëjnë të atë mirë, që bën ti. ato do të imitojnë në mënyrë më të mirë të mundshme sa kohë nuk janë të aftë të logjikojnë. Në momentin që do logjikojnë, ata do ta bëjnë pjesë të karakterit vet, edhe do të fillojnë ta implementojnë në mënyrën më të mirë të mundshme atë që ti ke bërë në përditshmërinë tate. Unë tash jam i bindur që do të bëjmë prapë episode të tjera me Kikon, sepse realisht po ma bën pak të vështirë menaxhimin, se ka thonë aq shumë gjëra të bukura sa unë kur ti bashkoj atje do ta kem shumë të vështirë të zgjedh. Edhe do doja shumë bëjmë prapë seri të tjera bashkë. Ti kanalizojmë pak sepse
vetëm kalon koha edhe për ndjekësit. Duhet të më tregosh pak rëndësinë e Megit tek të gjithë gjërat që ti ke kalu. Po, tani Megi është një person që kalon çdo gjë për mu. Edhe nuk e kalon çdo gjë për mu me vite ko, a kupto? Që ne jemi njoft edhe vash a vash, kemi konstruir në gjë në Shqipëri dhe kemi hik në Itali. Kalon çdo gjë mrena vitit, kalon jetën e vet, punën e vet, familjen e vet, shoqërinë e vet, se kalon çdo gjë në Shqipëri. Megi ka qenë edhe në universitet, ka qenë edhe në punë shumë mirë, i ka pas gjitha gjërat e sistemuara në Shqipëri, se unë kam gena, i kemi beson gena, unë jam geni dhe kemi pas një marrëdhënie shumë të afërt dhe unë i di domethënë. Edhe i kalon, nuk është që ajo kuptoj ishte keq në Shqipëri edhe ka hik nga nevoja. Ka hik se më ka njoft mua edhe bashk, kemi vendosur që do krijojmë një familje bashk, po është një person që kush e din ajer, a kupto se ne jemi bashkë në 9 vite tani. Edhe në rutina arron që t'ja kujtosh atë vlerën që ka, a kupto. Se në rutinë ajo bën gjona, kujdeset për mu, kujdeset për fëmijët, kujdeset për shtëpinë edhe në jere arron që çdo gjë që ke gati apo ke pastër është se dora e saj. E ka bëna një. Edhe gjëja parë që unë mund t'i them Megit është faleminderit. Se kur e kam njoft unë kam qenë minus 200, a kupto. Nuk kam qenë mirë si që jam tani, që më ka njoft mu që unë jam mirë me punë, me shtëpi, me çdo gjë. Ajo më ka njoft mu një çun i ri, që po punonte, po kishte edhe shumë probleme, a kupto. Ajo më ka pa mu duke bosë rrume në psikiatri, se normalisht ata kompaniku kur ti nuk e përballon dot, ato do të bëjnë një ilaç që të paktën ti të qetësohesh, a kupto. Se nuk pastaj realisht mund të jesh keq me zemrën, a kupto. Se pastaj mund ta çosh veten me vërtet kesh probleme. Edhe ajo më ka pa mu, besoj me ca vene që një person tjetër do kishte hik, do kishte thonë, ja, unë këtë jetë s'mund ta qa. Nuk mund ta bëj një jetë kështu, a kupto, kaq të vështirë. Se aty ti nuk e din kur mund të mbaroj ajo situata ime. Ose nëse do të mbaroj. Apo a ka një mbarim, a kupto. Se këto gjonat njoft persona, kam njoft persona në vene ku kam shku që janë 50 vjetë që merren me depresionin, edhe me ilaçe, me budalliqe. Edhe në prap nuk ja dalin dot, se nuk është i gjë e lehtë. Duhet kesh shumë vullnet edhe duhet t'i vesh gjonat për gradën që kanë. Me vlerën që kanë. Familja gjëja parë, e pastaj po ndodhi në gjë, po u prish makina, do mërzitem, po nuk do shkojnë depresion, a kupto. Nuk do prish jetën time se gjëra njerëzore. Do shofësh vetëm a o mirë fëmia, a është mirë, a ka me ongra, a ka me pi okej. Kam arrit, a kupto. Aty ku ka desh me arrit, kam arrit. Nuk është që unë du kush e di se qa. Rrugës duke për këtu më thesh që do të falenderosh dhe vëllezërit. Po, du me i falenderu se ato jam atë mëdhej se unë, a kupto, më kanë dhënë një farë drite, a kupto. Që edhe kam besu ke unë, po edhe kanë kalu gjona që mund të kem kalu edhe unë. Edhe kur flitsha me ato, prap normalisht ato kishin mirë hallet e veta, po edhe mosha nuk është që mund të një moshin kush e di se qa, a kupto se aty të ndihmon vetëm doktori. Kiko, duke ardhur rrugës për këtu, më kërkoi që duhet specifikojmë, sepse do të bëj një falënderim për vëllezërit e vet. Është rasti. Po, ta kërkova se normalisht ato janë për mu, si me thonë, një dritë ke një tuneli, a kupto.
Kur je ti në tunel, do me pa normalisht funin e kësaj tunelit. Ato për mu janë si pikë, si kur me pas një yll në qiell që ti e shef edhe din që drejtimi është ai i drejta, kupto. Duke pa çka kanë bo ato, normalisht edhe unë e kam, me thonë, bu themelet e jetës time në bazë ato që kam pa edhe çka kanë ndodhur ke jeta aty, kupto. Duke mësu edhe nga gabimet që kanë bo, po edhe nga gjonat e mira që kanë bo, edhe duke vu këte mix e vlezë mi edhe normalisht karakterin tim që kam bazat janë të forta se familja ime mi ka dhuru, me thonë. Edhe vlezët e mi janë me vërtet tani jetojmë çdo person në për shtëpiat veta, kush e di edhe nuk shifna ditë për ditë, kupto se normalisht gjithë punojmë, nuk kemi kohë duke se koha është gjithmonë shumë e limituar, me thonë. Po jemi ato vëllezër që e di që nesër sot tani në këtë moment me pas nevojë marr vllajin tim edhe e di që për çdo gjë përgjigjet. Vlla im është sikur me pas një bab dyta, kupto. Vllajin tim të madh e kam gjithmonë pa kështu, jo si thjesht një vlla i madh. Po është ai që momenti që nuk do jetë më babi im, shpresoj dita ma e largë për mu, po e di që ai do marrë atë venin që do na mungoj, me thonë, kur ne do mlidhna, e di që ai do marrë atë venin e babit. Se ka qenë ai që ka vujt, me thonë, ma shumë se unë, me thonë, kam shku në shkollë edhe kam kalu adolescent, që jam knaq, kam dal. Ai ka fillu punë 14 vjeç, sa ka ardhur ka fillu punë, s'ka bo shkollën këtu. Se shkollën e ka bo vetëm në Shqipëri. Edhe ka punu gjithë jetën, e kupto. Nuk e ka shiu, si mund të kam shiu unë, me thonë atë rinin. Se ta përmenda edhe Shqipar, që kjo është një lloj teme që mund prek shumë, çka kemi folë ne. Edhe Kiko ka shpreh gatishmërinë, domethënë, përveç se tregoj eksperiencën e vet personale, ai sot është në një fazë, siç e tham, punon një biznes shumë prestigjioz këtu në Rovereto, është një djalë i respektuar, një familjar shembullor. Edhe do të shtoj edhe unë 2 fjalë tani për Kikon, sepse më ka bind që duhet edhe t'i themi këto mendimet pozitive, se edhe unë kam qenë ai tipi që ndoshta nganjëherë edhe i kam mbajtur për mena. The për Megin unë kam si motor edhe nuk ka nevojë ta falenderosh ti thush faleminderit, po e falenderojmë duke qenë kështu siç je ti. Edhe babin e falenderon duke qenë kështu siç je ti, edhe mamin e falenderon duke qenë siç je ti, edhe fëmijët edhe vëllezërit. Sepse falënderimi patjetër shumë i rëndësishëm me fjalët, por që veprat janë gjëja më e rëndësishme që njeriu mund të bëjë. Domethënë ta bësh tjetrin krenar, edhe ti je i lumtur, domethënë që ti je pjesë e jetës së tij. Sepse njerëzit e fortë dhe njerëzit e mirë këtu shifen në momentet e dobta, kush reziston dhe në fund fare thotë ja dolën bashk. Ashtu siç e dole edhe ti dhe Megi, dhe sot keni një familje të mrekullueshme dhe presin të bëhen me fëmijën e tretë, edhe besoj të bëjnë dhe fëmijët e tjerë prapë, sepse i duan shumë fëmijë. Jo, i duam shumë, po me 3 besoj që nuk i dihet asnjëherë se gjithmonë vjen dëshira duke u shtuar sidomos për fëmijët. Duke u premtuar që të bëjmë edhe një episod tjetër me Kikon, sepse Kiko ka dëshirë të nisë edhe një podcast vetë dhe unë do ta nxjisja shumë, ja thash edhe që parë kur bëm një pauzë shkurtër që je i lindur për televizion valla, edhe nuk duhet domethënë të tërhiqesh nga mjafton hapi i parë të bëhet dhe pastaj fillon se edhe unë kështu e fillova. Për çështje kohe dhe nuk e dim se si mund na shkoj, se e folëm edhe pak. Nuk mund e zgjasim se do presim reagimet e juaja, ne do ta bëjmë patjetër seri në radhës tjetrën, një location tjetër, ndoshta këtu jemi në riva Ngarda, është ndër liqenet më të rëndësishme të Europës, jo të Italisë. Edhe Kiko do flasi edhe për mënyrë, domethënë të parit gjërave nga një këndvështrim tjetër tani, nga dikush që i kaloi gjithë situatat dhe do t'japi këshilla. Kjo ishte pjesa e parë. Unë gjithmonë e kam bërë thash të udhës që t'jap dhe një mesazh ndoshta që s'ka lidhje me temat që flasim, por duke u frymëzuar nga gjithë ato që tha Kiko, unë du t'jap një mesazh për gjithë njerëzit, përgjithsisht për të rit. Nuk kushton as edhe një lloj gjoje 1 minutë një mesazh. Nuk kushton as edhe një lloj gjoje 1 gjysmëdite në muaj.
nuk kushton as edhe një lloj gjëje një fundjavë në 6 muaj dhe nuk kushton as një lloj gjëje një javë në vit për të kaluar me familjarët. Zoti na i lan gjithë jetën, ti kemi sa më gjatë, por sot i kemi nesër si kemi, edhe duhet ruhemi shumë nga këto emocione negative që nxjerrim, sepse një fjalë vret më shumë se sa plumbi, thot populli shqiptar, edhe sidomos tek prindit, por jo vetëm, edhe tek vëllezërit, edhe tek motrat. Koha dhe jeta shumë e shenjtë, edhe un kam mësuar diçka shumë të shenjtë nga Kiko sot, që gjëja më e rëndësishme në jetë është që marrim frymë. Edhe po të mësojmë si të marrim frymë, kemi mësuar se si të jetojmë. Po. E falenderoj Kikon jashtëzakonisht shumë, më është bë mishi tash kokra sepse realisht e kam ndier shumë edhe kam mësuar shumë nga gjithë kjo bisedë. Edhe nuk prisja më pak, isha i bindur që Kiko do të na mallëngjente dhe do të na bënte domethënë ti mendonim gjëra ndryshe. E falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe ju premtoj që do bëjmë një seri tjetër. O Kiko, unë falenderoj shumë. Shumë faleminderit. U kënaqa, e shijova shumë. Unë kisha edhe unë një mesazh. Patjetër. Funit, pastaj ke ajo pjesa dytë do kemi kohë me shtjellu. Me fol prap edhe me fol shumë argumente tjera. Po mesazhi që ta thash që në fillim, ta thash makinë, ta thash edhe shparë është që mu më intereson që në Shqipëri sidomos që është e pame kjo, se kjo është smunje, nuk mi si me e thirë. Kjo smunja është e pame si se s'ka gjo, apo ama se gjithë jemi ashu, ama. Unë, mesazhi që du me thonë është që gjithë kalojmë vështirësi, gjithë besojnë jetë, kanë momente që nuk shkon ashu si mendojmë ne, po janë çdo gjë, janë gjona kalimtare. Se ne ta menojmë shumë ma mirë, edhe jeta thjesht është kalimtare. Edhe të s'duhet me majt atë, se duhet me menu punën e stresit apo e ankthit është si puna e gotës. Atë gotën që ti e ma në dorë. Me majt i gotë në dorë për 3 orë, dhe më dora, a kupto? Se normalisht, po ti po atë gotë, me majt 20 sekonda e me ullë prapë, nuk dhe më dora. Po ajo gotë është, je ti që vendos sa do e mash atë. Gota është mendimi, edhe ti vendos sa do e mash atë, gotën ke dora, do e mash 3 ditë, apo do e mash 3 minuta. Gjithashtu, atë që du me thonë për çuna të ri shqiptar është që nuk është që jeni vetëm, nuk jeni vetëm ju ashu. Se unë, kur kam qenë që ndjesha vetëm shumë sensibile, sikur ta shifsha atë animën tate, se ashu e mendoj prapun, që unë kam atë aftësin që të shoh atë anima delle persone. Për mu, pastaj magari nuk është reale, po për qa kam pa deri tani 34 vjeç s'kam gabu në jera, a kupta. Intuita. Vështirë, shumë intuit që po ta ndjej atë si je ti mrena, kur je vetëm ke dhoma jote, unë atë shoh. Nuk shoh qa do me tregu ti tjerve, a kupto, se mos më intereson për veten. Se ti tjerve më t'i shes qa dush, po se rob që vrasin veten janë ato që ditën përpara ishin në diskotek duke u knaq, duke u bo, asnjë s'do thoshte ai që do ndodhte. Jo. Prandaj them, nuk jeni vetëm, folni me prindrit, se prindi nuk ka atë fuqin me të nimu, se normalisht nuk ka studiu psikologji. Nuk mund të nimoj një person, është sikur me shku në kuzhinë edhe me fut në kuzhinë mekanik. Ai shkreti s'din, se është mekanik, nuk është kuzhinjar. Prindi ashtu është, ai bën më të mirën për ty, provon me çdo lloj force që ka, po ti, kjo pjesa që të fillosh të pyesësh ndihmë tjerëve, është hapi i parë që t'ja dalësh. Se nuk është i dobet një person që thot, kam nevojë për ndihmë, vetëm nuk ja dal dot. Pse i dobet është ai? Çfarë do me thënë? Gjithë nuk, pse asnjë s'ka ra i erë në jetë, forca më e madhe çdo njeriu për i dorë që ta ngrej njoni. Forca më e madhe çdo njeriu është kur kupton që ka nevojë për ndihmë, sepse jemi njerëzit të gjithë gabojnë,
njerëzit të gjithë humbin Po. dhe forca më e madhe është të kuptosh këtë pikën dobët që ke. Bile njerëzit më të fortë janë këto se sa ato që tentojnë të jenë të fortë. Po. Sepse duke tentu, duke qenë fort, duke akumulu, vjen një moment që edhe plas. Edhe ajo plasja varet se ku qëllon ti jesh. Po, se ne mendojmë se tjerët nuk kanë këto mendimet që kemi ne. Ja paragjykime. Se ti thu, po vetëm unë mendoj kështu, po nuk është ashtu, se gjithë i kemi këto gjëra që po them unë, çdo person që do shohë këtë video, çdo lloj personi ka pas herë në jetën e vet. Pika do. Se jam duke thonë atë që besoj asnjë nuk tregon për frikën që tani do më shofi mu si një person që jam i dobët. Unë jam person që çdo gjë që kam kriju vetë me punë, kam punu nga kur jam 18 vjeç, kam punu 10 vjet në për kuzhinë, në për restorante si kamerier edhe si kuzhinier, tani shes rroba me një dyqan që ka vetëm rroba firmato. Edhe besoj që kam arrit në atë pikë që jam okej, po jam gjithmonë në atento, si mund ta them, jam gatishmëri. Jam shumë jo me thon frik, po gatishmëri, pra je gati për me kontrollu situatën, si thua. Jam mirë që jam gati, po jam edhe kështu koshent që është mrena ke vetja ime që një ditë mund dali prapë që duhet ta menaxhoj unë atë pjesën, se një person që ka kalu depresionin ja del, sigurisht ja del, po nuk duhet ta uli kur atë difezën, kur nuk mund ta uli, se një gjë që për ty nuk është gjë, për mua mund të jetë një gjë shumë e rëndësishme. Për efekt kohe, një thash, sqarimet, përjetimet dhe gjithë gjërat e Kikos nuk do kishin fund. Për efekt kohe duhet ta mbyllim, sepse kaloi mbi 1 orë. Ju premtojmë një pjesë të dytë dhe jo vetëm, ndoshta mund ta bëjmë dhe cikël emisionesh të, sepse Kiko si gjë thashë. Kiko të falenderoj shumë. Po publiku shohim që kemi persona që kanë qef që të na ndjojnë, janë të lutur edhe të marrin pjesë dhe të diskutojnë ndoshta. Ta ndjojnë, ne jemi të hapur që të na komentojnë edhe të bashkë bisedojmë. Janë të ftuar kudo që është ka opinion apo ndonjë problem edhe ta flasim edhe unë mund të them atë timin që mund të jetë një ndihmë apo mund të jetë thjesht një fjalë që një person që nuk njeh edhe kaq maron. Po edhe mund të limojmë në një, kush e di. Kiko, faleminderit. Shumë faleminderit ty. Edhe shpeshim shumë shpejt. Po. Shumë shpejt. Shumë faleminderit.